Rëmbim, sulm, burgosje, zinxhir. Ky ishte fati tragjik i Katie Beers, e cila lindi më 30 dhjetor të vitit 1982 në Long Island dhe ishte vetëm 9 vjeç. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Historia e saj njihet dhe me emrin Vajza në mur. Nëna e saj e braktisi në moshë zakonisht shumë të vogël, pasi kjo e fundit nuk dëshironte një fëmijë të gjinisë femërore, ndërsa për sa i përket tatit, për atë nuk dihet asgjë. Por Katie shkoi të jetonte me kumbarin e saj, e cila kjo e fundit e përdorte Katin si një shërbëtore të vogël. Përbashkë me kumbarin e saj ishte dhe burri i kumbarës, ku ky fundit ishte një person jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm dhe një person jashtëzakonisht shumë i sëmur. Por për të kuptuar se çfarë ka ndodhur eksaktësisht, le ta fillojmë historinë që nga fillimi. Ndodhemi në periferi të Long Island. Aty jetonte Katie në një shtëpi të vogël e të rënuar, që kur nëna e kishte braktisur, ajo jetonte me kumbarin e saj Linda dhe burrin e saj Sal. Siç e përmenda pak më parë, Katie detyrohej të bënte çdo lloj pune shtëpie që zakonisht i përkasin një të rrituri, që nga larja e rrobave, pastrimi i banjove e deri te gatimi për të gjithë. Megjithatë, punët e shtëpisë ishin shqetësimi i saj më i vogël, pasi në atë shtëpi jetonte një përbindësh, dhe ai përbindësh quheshte Sal dhe ishte burri i kumbarës së saj. Që në moshën 2 vjeçare, Katie ishte abuzuar seksualisht nga ky person. Abuzimet ndodhnin përditë. Por këto abuzime ndodhnin vetëm natën kur ai të mos shiheshte nga askush. Pra, një farë mënyre, zotëria largohej nga shtrati bashkëtorë dhe shkonte tek divani ku flinte Katie, pasi kjo e fundit detyrimisht flinte në divan sepse nuk kishte një dhomë të saj. Dhe kjo gjë vazhdoi për plot 7 vite. Dhe në moshën 7 vjeçare, Katie vendosi që gjitha këto gjëra t'ia tregonte kumbarës së saj. Por kjo e fundit, në vend se ta mbështeste vajzën, në vend se të dënonte bashortin e saj për ato që i kishte bërë Katie, kjo e fundit e quajti vajzën një gënjeshtare dhe i tha të mbyllte gojën dhe të mos fliste më për këto budallëqe. I vetmi mik që thoshte vajza që kishte ishte miku i familjes dhe quheshte John Esposito. Në fakt, marrëdhënia që kishte me John ishte paksa e veçantë, pra nuk ishte si gjithë miqtë të moshës së saj, pasi vajza në një farë mënyrë nuk ishte asnjë mik të moshës së saj, pra moshatar, sepse vajza nuk shkonte në shkollë. Dhe në fakt, vajza në praninë e Johnit ndjeshte jashtëzakonisht shumë e lumtur, pra përjetonte një lumturi në mes të atij ferri që përjetonte çdo ditë. Por një farë mënyre, jeta e Katie do të merrte një kthesë të tmerrshme, sepse vetëm 2 ditë përpara se të mbushte 10 vjeç, ajo do të rrëmbehej. Vajza ndodhej vetëm me John dhe të dy kishin shkuar te Space Plek, një sallë lorash, ishte vendi i preferuar i Katie. Pasi ajo sa herë që shkonte atje, ndiheshte si një fëmijë i zakonshëm, luante me fëmijë të tjerë, nuk kishte asnjë shqetësim, ishte jashtëzakonisht shumë e lumtur. Por një farë mënyre, ditëlindja e saj do të shndrohej në ditën e saj më të tmerrshme. It was a man kidnapped me and he had a knife. Oh no, here he comes, I gotta go. Katie. Ai zë që dëgjon në fund të videos që thot emrin Katie është zëri i Lindës, zëri i kumbarës së Katit. Linda, pas kësaj telefonate të tmerrshme, merr menjëherë policinë në telefon. Policia niset për në Space Plek së bashku me John. Por kur mbërin atje, vajza ishte zhdukur. Ato evakuojnë të gjithë zonën, fillojnë që të kërkojnë çdo cep të mundshëm. Por më kot, nuk kishte asnjë gjurmë të Katit. Por çfarë kishte ndodhur atë të hënë më datë 28 dhjetor të vitit 1992? Si është e mundur që një person në orën 6 pasdite të kishte marrë vajzën, pra të kishte rrëmbyer vajzën dhe ta kishte çuar në një vend të izoluar pa u vënë re nga askush? Katie më vonë tregoi se ai e kishte çuar në shtëpinë e tij, ku brenda një dollapi gjende një derë e cila do ta çonte në disa tunele.
kushdo që kishte rrëmbyer, duke se ishte shumë i përgatitur. Tuneli pas murit të shtëpisë së tij duke i ndërtuar me kujdes dhe nga një ekspert. Katie ishte e detyruar të zvarritej derisa të arriti tek një derë nën dysheme. Brenda saj ndodheshte një dhomë në të cilën kishte vetëm një dyshek të pistë dhe disa zinxhir hekuri. Megjithatë, Linda nuk u duk shumë e shqetësuar nga ajo telefonat që mori atë ditë, por në fakt kjo gjë ngriti dyshime shumë të mëdha tek një person i cili quheshte Dominic Varrone. Ai ishte një figurë e rëndësishme në fushën e hetimeve. Në atë kohë ishte kreu i sektorit të rrëmbimeve të policisë së Long Island. Duke qenë i mësuar me këto raste, Dominic në një mënyrë ishte i sigurt që shpeshherë rrëmbimet ishin të inskenuara dhe 90% të rasteve, sipas statistikave, këto rrëmbime ishin bërë nga vetë personat e afërt të familjes. Por në këtë telefonat, në fakt Dominic vënë re diçka të çuditshme. Pra, mendon faktin që si është e mundur që një vajzë 9 vjeçare të largoheshte pa u vënë re nga rrëmbyesi i saj dhe mbi gjitha të përdorte një telefon publik. Pra një farë mënyre ishte paksa e pamundur. Por duhet I linte me një anë dyshimet, pasi prioriteti I tij në këto momente ishte të gjente Katie dhe çdo minutë që kalonte, çdo sekond që kalonte, bënte diferencën. Kështu që policia kontrolloi të gjithë Space Black, pyeti çdo person të mundshëm që kishte qenë aty. Por në fakt asnjë gjurmë nga Katie. Katie dukeshte sikur nuk kishte qenë kurrë aty, sikur e kishte përpirë dheu. E vetmja provë që ishin ajo telefonat që ishte bërë nga vetë vajza. Varrone nga ana tjetër mendoi që nëse vetëm policia do të merreshte me këtë çështje, kjo gjë do të vonohej shumë. Prandaj për këtë arsye futi në lojë FBI-n. Pra u dërgoi FBI-s kasetën e regjistrimit ku dëgjohej zëri I Katie. Një farë mënyre që FBI-ja ta analizonte pasi kishte pajisje më të avancuara. Dhe nëse ajo, pra FBI-ja, do gjente diçka të dyshimt, kjo gjë do të ndihmonte shumë në rastin. Ndërsa po priste këto rezultate që do vinin nga FBI-ja, Varrone nga ana tjetër filloi të merrte në pyetje të gjithë pjesëtarët e familjes. Pasi, siç u thash, sipas përvojës së tij, ai mendonte që 95% të rasteve ishin rrëmbime të kryera nga vetë pjesëtarët e familjes. Dhe pikërisht filloi me Marilyn Beers, ku Marilyn Beers ishte nëna biologjike e Katit, më pas Linda dhe më pas Sal, që Sal ishte burri I kumbarës. Por në këto pjesëtarët e familjes, një farë mënyre, ai mendonte që duhet të merrte në pyetje edhe John Esposito. John Esposito nuk ishte pjesëtar I familjes, por ishte miku I familjes. Pra një farë mënyre, John Esposito ishte si ai asi nën mëngë që nuk diheshte nëse duhet ta merrte në pyetje apo nuk duhet ta merrte në pyetje. Por gjithsesi Dominic vendosi ta merrte në pyetje. Dhe John, në lidhje me rrëmbimin, tha pikërisht këtë fjalë: ka ndodhur diçka shumë e pistë. Por për sa I përket FBI-s, pasi analizoi mirë gjithë situatën, doli në konkluzionin se telefonata ishte bërë pikërisht nga kabina telefonike, pra që ndodheshte përballë Space Black. Dhe kjo gjë si është e mundur, sepse asnjë person nuk I kishte parë vajzën atë zonë, asnjë person nuk I kishte parë vajzën brenda në Space Black, pra si është e mundur që vajza ndodheshte aty dhe askush mos ta kishte parë. Dhe një gjë tjetër që FBI-ja zbuloi ishte fakti se zëri që dëgjoheshte në audio, pra në zëri që kishte ardhur në atë telefonat, në të vërtetë nuk ishte zëri I Katit. Okej, ishte zëri asaj, por nuk ishte ajo. Pra një farë mënyre, një person tjetër kishte incizuar zërin e saj në kaset. Dhe këtë kaset e kishte përdorur që të tjerë të besonin që ishte bërë një telefonat nga kabina që ndodheshte përballë Space Black. Hetuesit në këtë pikë filluan që të lidhnin së bashku të gjitha pjesët e puzzle-it dhe vënë re që personi që kishte rrëmbyer Katie në një farë mënyre po mundoheshte të çorjetonte të gjithë hetimet dhe doli në përfundimin që hetimi ishte I inskenuar. Pra një farë mënyre, një person I familjes kishte gisht në gjithë këtë mesele. Por duke u kthyer tek ajo dera në dysheme, tek vendi ku mbajshte Katie kishte kuptuar që situata ishte serioze, kishte kuptuar që ndodhesh në vend të rrezikshëm.
por mbi gjitha kishte kuptuar që nuk duhet të dorëzoheshte. Dhe në fakt, vajza luftoi me të gjithë forcat e saj, sepse nuk ishte hera e parë që ndodhesh në një situatë aq të vështirë. Katie në gjitha të errësirë vuaj re që shufra që mbante të mbyllur derën ishte e liruar paksa. Dhe në një farë mënyre filloi të gjente një mënyrë se si mund ta hapte atë. Priti që rrëmbysi saj të dilte nga shtëpia dhe filloi të godiste derën me aq sa fuqi që kishte. Dhe për mrekulli, shufra doli nga vendi dhe në një moment ajo mendoi që tashmë ishte e lirë, tashmë mund të arratiseshte. Por harroi që ishte e lidhur me zinxhir në atë labirint që nuk diheshe se ku ishte hyrja dhe ku ishte dalja. Eventually I had kicked it long enough and hard enough that snapped and I was able to kind of safely exit. Sa po doli nga dhoma, pa një dollap që ndodheshte aty pranë dhe filloi të kërkonte diçka që ta përdorte për të mbrojtur, por në një farë mënyrë nuk gjeti asgjë dhe vetëm gjeti disa çelca. Katie mori njërin prej atyre çelcave dhe e fshiu poshtë në shtratin e saj. Përpara se të arrinte të bënte diçka tjetër, dëgjoi hapat e burrit që po kthehej në shtëpi. Ato hapa po afroheshin gjithnjë e më shumë. Ai ishte gjithnjë e më pranë. Sa po hyri në tunel, Katie u shtir sikur asgjë nuk ishte ndodhur, por fatkeqësisht për të gjëra do të përkeqësoheshin. Dhe pikërisht, po atë ditë burri abuzoi seksualisht me Katie dhe pas asaj ngjarje, pjesa tjetër e kohës që ajo kaloi në atë ferr ishte e mbushur me frikë, abuzime dhe dhunë. Dhe në fakt, ky person abuzonte më shumë se një herë në ditë me vajzën në atë dhomë të errët dhe të mbyllur. E vetmja gjë që i bënte shoqëri vajzës në atë ferr ishte televizori, pasi ajo shikonte 24 orë televizor dhe fal kësaj kuptoi që autoritetet po e kërkonin, kërkimet nuk kishin të ndaluar. Dhe mbi të gjitha, dëgjoi dëshmitë e familjarëve të saj, përfshirë edhe atë të Marilyn, të nënës së saj biologjike. Kur Katie e pa Marilyn në ekran, shpërtheu në lot. Pas gjitha kësaj kohe pa e parë, tha që ndjeu menjëherë një lidhje të fortë me të. Duke parë në sy, kuptoi që ajo e kishte marrë vërtet mallin për vajzën e saj dhe donte që ta gjenin sa më shpejt. Dhe në atë moment, kjo i dha shumë forcë Katie dhe nisi disi të kishte një rrezë shprese. Marilyn nga ana tjetër ishte e bindur që Linda dhe Sal kishin ngisht në zhdukjen e vajzës së saj. Këto dy të fundit e humbën kujdestarinë e Katit për shkaktin se Marilyn denoncoi Sal tek autoritetet sepse kishte abuzuar me vajzën e saj. Por për detektivin Varrone kjo gjë nuk ishte e mjaftueshme dhe pas gjitha hetimeve që u bën ndaj familjes, kjo gjë nuk solli asnjë rezultat, sepse gjithë personat kishin një alibi të fortë dhe mbi gjitha u kontrolluan dhe shtëpitë e tyre, por asgjë nuk u gjet asnjë zgjurmë. Dhe në këtë pikë policia vendosi që të hetonte pikërisht, le të themi, personin e fundit në listë, atë mikun e familjes, John Esposito. Hetuesit filluan që të ndiqnin lëvizjet e fundit të John dhe në një farë mënyre arritën që të merrin dhe një urdhër kontrolli për të kontrolluar shtëpinë e tij. Dhe në fakt autoritetet kontrolluan kudo, por pas një rezultat. Dhe më pas vendosën që të kërkonin ndosjen penale të tij, pra të shikonin nëse ky person kishte penalitete apo jo. Dhe rezultatet erdhën vetëm një ditë më pas. Dhe ajo që erdhën dhe ajo që pan ishte vërtet shumë e dyshim. Pasi kontaktuan me Big Brother dhe Big Sister Association, programi ku John pretendonte që ishte antar me të cilin burreshte shpesh, zbuluan diçka ndryshe nga ajo që ai thoshte. Në fakt, John kishte dashur që të futeshe në atë program, por në një farë mënyrë nuk kishte pranuar sepse shoqata kishte zbuluar që ky person kishte precedent penal. Dhe vetëm 15 vite më përpara se të zhdukeshte Katie, ai ishte përfshirë në rrëmbimin e një vajze 7 vjeçare. Ky informacion në farë mënyrë ishte një informacion i klasifikuar dhe duheshte që të mbaheshte sekret, por u zbulua menjëherë dhe qindra gazetar, 10 gazetar vrapuan në shtëpinë e John dhe e rrethuan shtëpinë e John në farë mënyrë që të mundoshin që t'i merrin ndonjë deklaratë. Pasi një gjë ishte e sigurt, ai ishte rrëmbyesi. Pra ishte miku i Katit, miku Katie që këtë person e quante mikun e saj më të mirë, ishte pikërisht ky person që planifikoi rrëmbimin e saj. Në një intervistë që Katie dha, tha që pas gjithë atyre abuzimeve që kishte marrë nga njerëku i saj, ajo
kur nuk mund ta imagjinonte që dhe John do t'i bënte jashtëzakonisht keq. Por duke u kthyer tek ajo e cila ishte mbyllur në atë dhomë të errët, ajo tashmë që shinte televizor ishte jashtëzakonisht shumë e lumtur sepse policia po ecte në një rrugë të duhur. Por ishte fakti që policia nuk kishte asnjë provë për të akuzuar John, nuk kishte asnjë provë konkrete për të arrestuar atë. Dhe tashmë vjen një pikë që policia mendon që duhet të dorëzoheshte pasi mendonin që vajza tashmë mund të ketë vdekur. Pas disa ditësh, si gjithmonë, Katie u zgjua në mëngjes në burgun e saj të errët dhe të zymt, me atë zinxhirin e trashë që John i kishte vënë asaj në qafë. Por në fakt atë ditë vajza kuptoi diçka të jashtëzakonshme. Sepse atë ditë ai çelësi që kishte marrë në dollap ishte pikërisht kopja e çelësit për të hapur atë dry, për të hapur dryrin që atë e mbante të kyçur brenda në atë dhomë. Prandaj, përpara se të çlirohej nga zinxhirët për të kërkuar një mënyrë për t'u arratisur, bëi diçka shumë të mençur. Filloi të numëronte rrethat ku kishte qenë i lidhur dryri në mënyrë që përpara se John të kthehej, ajo mund të vendosej sërish në të njëjtin pozicion si më përpara. Nga ana tjetër, John filloi që të shkonte në dhomën ku mbashte Katie gjithnjë e meradh, pasi policia po e vëzhgonte atë, po e mbante në vëzhgim, po e ndiqte këmba këmbës. Madje e morën dhe në pyetje. Dhe në pyetje e mori madje dhe detektivi Varrone. Dhe në fakt ai e kuptoi jashtëzakonisht shumë që John ishte i shqetësuar, ishte i friksuar dhe në një farë mënyrë ai kishte arritur ta kuptonte që nuk kishte rrugdalje, e dinte se kudo përfundonte, por nuk kishte guximin të tregonte atë se çfarë kishte bërë, pra të rrëfente të gjithë krimin e tij. Në atë pikë që ishte John filloi që të bënte disa kërkesa të çuditshme Katie, të tipit që të shtireshe si e vdekur, që ky fundi të bënte disa fotografi dhe këto fotografi t'ia dërgonte në mënyrë anonime policisë që policia të besonte që vajza kishte vdekur, por në një farë mënyre Katie refuzoi kategorikisht këtë gjë, pasi në një farë mënyre ajo mendonte që nëse plani i tij do të funksiononte, pra nëse ky fundi do t'i çonte fotografitë policisë, policia në një farë mënyre do ta hiqte atë nga lista e të dyshuarve dhe do hiqte dorë nga kërkimi i saj, pra për gjetjen e saj. Dhe në një farë mënyre ajo nuk e donte këtë gjë. Dhe që nga ai momenti tutje vajza refuzoi të hante, refuzoi të flinte, pasi në një farë mënyre kishte frikë që nëse John i fuste ndonjë qetësues në ushqimin e saj, ajo filloi që të ruante veten e saj në çdo mënyrë të mundshme. Ditët kalonin dhe presioni i policisë rriteshte jashtëzakonisht shumë kundrejt John dhe gjendja e tij mendore vazhdonte të dobësoheshte ditë ta ditës. Në fakt, ai i kishte rrëfyer Katie që kishte pasur idenë të vetvriteshte dhe kishte i vajtur ideja që të arratisteshte në një vend jashtëzakonisht shumë larg. Por Katie e dinte që nëse ky fundi do të arratisteshte diku, ky ose do ta vriste Katie, ose do ta linte që Katie të vdiste në atë biruc. Kështu që vajzës i erdhi një ide geniale, dhe i tha Johnit që ishte jashtëzakonisht shumë sëmur dhe jashtëzakonisht shumë keq. Kjo gjë, duke shtuar këtu frikën, stresin që kishte nga policia, presionin e madh, kjo gjë e coptoi akoma dhe më shumë Johnin shpirtërisht. Dhe vetëm disa ditë më vonë, avokati i John mori një telefonat nga ky i fundit dhe ky i fundit i tha pikërisht këto fjalë: "Kam diçka të rëndësishme për të thënë. Unë e di se ku ndodhet Katie." Avokati, i trënditur dhe i hutuar nga ajo që dëgjoi, i tha Johnit që çfarë nënkuptonte me këto fjalë, dhe John i përgjigjet: "Ajo është pas murit." Dhe në këtë pikë, detektivi Varrone, së bashku me gjithë personat që ishin të përfshirë në këtë rast, kuptuan që John Esposito nuk ishte thjesht një rrëmbyes, por ishte një mendje e sëmurë dhe e shtrëmbur. John Esposito udhëhoqi policinë dhe agjentët drejt labirintit që kishte ndërtuar vetë, aty ku ndodheshte Katie. Dhe kur them labirint, e them këtë me të vërtetë, sepse për të hyrë aty duheshin bërë mbi 30 kalime të ndërlikuara, njëri më i vështirë se tjetri. Mendoni se sa kohë i është deshur John për të ndërtuar gjithë këtë strukturë. Dhe në këtë pikë të historisë në fakt lindin disa pyetje. Atë strukturë që ky kishte ndërtuar, e kishte ndërtuar vetëm për Katie, apo kjo strukturë kishte qenë më përpara? Dhe nëse kjo strukturë ka qenë më përpara, aty në një farë mënyre i bie që duhet kishte qenë një person tjetër, apo jo? Kur Varrone u fut në atë biruc për të shpëtuar Katie, kjo e fundit nuk mund t'i besonte syve. Ishte jashtëzakonisht shumë e lumtur. Nga ana tjetër, agjentët u mundua ta qetësonin vajzën duke i thënë që mos u shqetëso, tashmë je në duar të sigurta, gjithçka ka marrë fund.
por në fakt a gjetët u habitën kur pan vajzën, sepse përpara tyre nuk ishte një vajzë e kishësyer, nuk ishte një vajzë e trënditur, po ishte një vajzë plot energji, një vajzë e buzëqeshur dhe mbi gjitha një vajzë që kishte shpresën brenda. And you were supposed to do the safe ones, but never did. Nga ana tjetër, John Esposito pranoi gjithçka dhe në fakt përfundoi në gjyq, por në fund të procesit ai u dënua me të paktën 15 vite te burg, po vdiq në vitin 2013 në një burg në Westchester. Gjatë marrjes në pyetje me Ketin, u zbuluan gjithë gjërat e tmerrshme që asajt i kishin bërë kumbara dhe burri i saj. Dhe në fakt ajo u hoq nga duart e tyre, pra ju dha në kujdestari, shkoi në kujdestari me një familje tjetër. Dhe në fakt ajo tashmë kishte një familje të vërtetë, sepse kishte një nën, kishte një baba, kishte motra dhe vëllezër të cilët e donin me të vërtetë. Fal dëshmive të saj, u nisën dhe procedura ligjore kundër saj dhe në një farë mënyre ai u dënua nga 4 deri më 12 vite te burg, por në fakt vdiq në vitin 2009 përpara se të përfundonte dënimin. Pas gjithë kësaj historie, Keti dhe Verone mbetën miq të ngushtë. Ajo vetë ka deklaruar shpesh se do të jetë gjithmonë mirënjohëse sepse ai nuk u dorëzua kurrë dhe vetëm falëndimës së tij ajo mundi të fitonte përsëri lirinë. Sot e kësaj dite Keti është nënë e 2 fëmijëve dhe është e martuar me një burr i cili quhet Derek dhe është një shkrimtare jashtëzakonisht e suksesshme. Dhe për disa vitesh ajo përcjell një mesazh jashtëzakonisht shumë të fortë, por shumë të rëndësishëm. Pavarësisht se gjërat e tmerrshme mund të ndodhin në jetë, gjithmonë ekziston mundësia për të bërë diçka dhe për të ngritur përsëri. Unë me këto fjalë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.